Sonte do t'ju tregojmë historinë me funda sfakt të lumtur të Leonardit nga vau Idejës dhe Gjovanës nga Bushati, të cilët pas përplasjeve disa vjeçare, akuzave të ndërsjellta dhe betejave të luftuara pas një kompromis, aktualisht janë në proces divorci. Dhe përpara se të dokumentojmë me fakte dhe dëshmi se si historia e tyre e pazakont ka prekur deri në shkatrim jetët e 10 personave, do duhet të kthehemi disa vite pas, në 2020, kur Leonardi jetonte në Itali me vajzën e tij Chiara Asokoj, 6 vjeçe, ardhur në jetë nga një martesë më parshme e cila përfundoi në divorc. Në muajin qershor të vitit 2020, babai im më merr telefon, thotë Leonard, thotë kam jo një familje të mirë, një vajzë e mirë, thotë kam menduar që të martohesh edhe një herë. Dhe kështu u bë. Kam qëndruar 3 ditë në Shqipëri, kam vajtur tek familja e Gjovanës. Edhe ju kam thënë, dua një vajzë të krijoj familje me të. Gjovana pranoi, familja e saj pranuan, kanë ardhur në banesën time, kemi bërë një drek ditën tjetër dhe më kanë thënë, vajza është e jotja, mund ta marrësh të kalosh jetën me të. Jam martuar me 28 gusht të vitit 2020 dhe me datën 4 shtator kemi vajtur në Itali bashkë me gjithë vajzën, me Gjovanën. I bëna letët, e mojta si princesh. Mirë, po koncepti të jetuarit si princesh për Gjovanën Asokoj 20 vjeçare nuk ishte i njëjtë me atë të Leonardit, sepse pas 4 viteve bashkëtesë dhe sjelljes në jetë të dy binjakëve, ajo do të pretendonte se bashkëshortja ka torturuar dhe dhunuar në mënyrë çnjerëzore që prej ditës së parë. Në Shqipëri për gjatë vitit 2024 janë kryer 5425 denoncime për dhunë në familje dhe njëri prej tyre është bërë më datë 12 gusht nga e reja Gjovana Marku, bashkëshortja e Leonardit. 42 vjeçari na priti në banesë pa e kaluar pragun e derës, pasi që prej 15 gushtit 2024 është me mas arresti shtëpiak, ndërsa më datë 17 nëntor 2025 u dënua nga gjykata e Shkodrës me 2 vite e 6 muaj burg për veprën penale dhunë në familje, vendim të cilin e ka apeluar. Siç zakonisht bëjnë pothuajse të gjithë, pasi të paktë janë ata që e pranojnë fajsinë. Në rastin e Leonardit, çdo avokat do ta kishte të vështirë mbrojtjen e tij pasi të shihte akuzat. Jemi në verën e vitit 2024. Leonardi, Gjovana, 2 binjakët dhe vajza e tij e mitur janë kthyer në vau Idejës pas një udhëtimi të gjatë me makinë nga Italia. Kemi ardhur rreth orës 2 qerek të natës. Jam zgjuar të nesër me rreth orës 7 të mëngjesit. Atë ditë kemi pas një festë në familje, kemi qenë 15 persona duke hangër drek. Kemi marrë drekën. Në atë moment familja janë ulur për të fjetur gjumë. Unë kam qenë zgjuar dhe doja të bëja një dush për të dalë me taku dajën e Gjovanës. Por pas disa minutash vëllaja e njoftoi se duhet të dilte nga tualeti. Në banesën time kanë qenë 7 policë. Kam thënë vetëm një llav vetëm sa shumë pas keni ardhur. Kur kam shkuar në komisariat, unë kam qenë out. Nuk e kam ditë se pse jam aty. Atje më thonë të ka denoncuar bashkëshortja. Kanë bërë raportin policia, më kanë fut në izolim. Por çfarë ndodhi në banesën e familjes Marku atë pas dreke 12 gushti? Policia mbërriti aty pas një telefonate të marrë për ushtrim dhune barbare nga ai ndaj Gjovanës. Në raportin e shërbimit të policisë citohet se përpara arrestimit të Leonardit, Gjovana u ka dalë para efektivëve dhe u ka thënë se burri do të më mbys bashkë me fëmijët. Bëhet fjalë për binjakët 2 vjeçar, djalë e vajzë që ajo ka bashkë me Leonardin. Pasi mbërriti në komisariat, Gjovana bëri kallëzim penal ndaj tij, duke deklaruar se e ka telefonuar ajo policinë për shkak të situatës së vazhdueshme të dhunës, si goditje me grushta e shkelma, përplasje për muri, kërcënime për jetën dhe për marrjen e fëmijëve, si dhe kërcënime për jetën e familjarëve të saj. Ajo deklaroi se e dëgjoi Leonardin duke folur me prindrit e tij për veprimet që do të kryente ndaj saj, si mbytje dhe vrasje. Këtu kemi një element tepër të rëndësishëm, të cilin duhet ta citojmë. Përpara se të bëhej nënë e binjakëve, Gjovana ishte shtatzën, por fatkeqësisht ajo shtatzënin nuk përfundoi, diçka që e tregoi edhe para opogjës, duke u shprehur se Leonardi e godiste në bark dhe nuk e çonte në spital. Referuar dëshmisë së 26 vjeçares, ai e dërgoi vonë për mjekim dhe aty mjekët i kanë thënë se fëmijëve u ka pushuar zemra. Sipas saj, ngjarja ka ndodhur në vitin 2022. Dhe fajtor për këtë episod tragjik ajo bën Leonardin dhe dhunën e ushtruar nga ai. Gjithashtu Gjovana shton në kallëzimin e saj se ka përjetuar dhunë sistematike nga bashkëshorti, që në momentin që janë martuar dhe se ai nuk e ka lejuar të dalë nga shtëpia. E reja pretendon se edhe kur ka shkuar në spital e dhunuar, askush nuk e ka ndihmuar, madje sipas saj, mjekët bashkë me Leonardin talleshin me të. Që mjekët italian tallen me një grua e cila nga dhuna e burrit përfundon në spital, këtë vështirë ta besojmë. Megjithatë, të mos nxitohemi dhe të marrim parasysh çdo fjalë të saj. Gjovana pretendon gjithashtu se Leonardi e ka dhunuar në sy të fëmijëve, madje edhe vetë fëmijët e mitur. Pretendon se e ka kërcënuar me prerje flokësh dhe denigrim në rrjetet sociale, goditje me telefon apo dhe rrajje të vajzës së madhe me vrasëse mizash.
Gjithashtu, 26 vjeçare u shpreh para OPG-s Claudio Dorti se Leonardi e ka përplasur për mur derisa asaj i ka rënë të fikët, më pas kur është çuar ka parë dhomën e mbuluar me gjak dhe se burri e detyronte ta pastronte. Ajo shton se Leonardi e ka rrahur edhe në sy të shokëve të tij dhe tallej me të. Për hetuesit, akuzat ishin tepër të rënda dhe përshkrimi i Gjovanës për bashkëshortin ishte ai një monstre. Prandaj duhej kuptuar më mirë se me kë kishin të bënin. Në raport shërbimin e policisë së Vau të Dejës citohet që telefonatën ta ketë bërë nëna e saj, e cila është shprehur se dhëndri po më mbyt vajzën. Kushdo që do dëgjonte këto fjalë rrëqetëse do dërgonte një komisariat të tërë për të arrestuar agresorin e më pas sipas ligjit të grumbulloheshin provat e duhura. Siç janë dëshmitë e prindërve të Gjovanës, të cilët deklaruan para OPG se e kishin parë në kamera disa herë të nxirr vajzën e tyre, se ajo kohët e fundit i ka treguar për dhunën njerëzore të ushtruar nga Leonardi, dështimin e shtatzënisë së parë për shkak të goditjeve, lënien pa ngrënë dhe lloj-lloj makabritetesh që nuk ka mendje njeriu t'i përfytyroj. Por duke mos qenë asnjëherë prezent me çifti në situatat konfliktuale, deklarimet e prindërve të Gjovanës nuk mjaftonin. Ndaj në pyetje u morën edhe dëshmitar të tjerë, prindrit e Leonardit. Nëna e tij do të deklaronte se Gjovana ka probleme të shëndetit mendor dhe akuzoi atë si gënjeshtare. Ajo mohoi që djali i saj t'i ketë bërë diçka që ajo më pas ta kallëzoi në polici. Sipas vjerrës, Gjovana as nuk di të gatuaj dhe as nuk është e pastër. Të tilla pretendime të zonjës u mbështetën edhe nga motra e Leonardit, e cila jeton shumë pranë tyre në Itali. Po banën se ki kshoj thashun. Mu vjen ma keq e thash për gratë e ujë thash. Unë thash kam me çamë la. E marr shtupën mu shikoven se posh për moment. Kur e shova koven me hek prej vasket, ra ujt në të komplet u darë krejt ujt. Edhe më shishti. Unë atëm dali thash shpirtin, ma tha, gjuhaj thash të bëma punë ti thash, edhe ti të më qesht. Kur vete dikush, vete tërp, ti ishte krejt, si me qanë atë fëmija se hajnë, ishte gjupat. I theshëm, shko draje pak. A dinte se shko të undrat e vishte gjupin ma zi se kishte. Me fjalë të ndryshme, por i të njëjtit qëndrim ka qenë edhe John Marku, babai i Leonard Markut. Në deklaratën e dhënë në polici, ai thotë se dyshimet për problemet mendore të Gjovanës i ka marrë fillimisht nga djali, i cili i kishte treguar se ajo ishte nevrike dhe se ishte sjell keq me vajzën e tij nga martesa e parë. I moshuari shprehet i sigurt përpara oficerit të policisë se nuk ka patur dhunë ditën e 12 gushtit dhe se nuk e kupton pse Gjovana ka telefonuar policinë. Ndërkohë kjo e fundit, menjëherë pas incidentit të 12 gushtit 2024, u strehua tek qendra emergjente Gruaja tek gruaja në Shkodër. Atje ku pas kqyrjes fizike ju vure një gërvishtje në kokë dhe një e nxirr në këmbë, Gjovana gjithashtu depozitoi edhe disa foto të ruajtura në telefonin e saj ku pretendonte se vërtetoi dhuna nga bashkëshorti, prova këto që ju bashkëngjiten dosjes së prokurorisë, e cila ende nuk ishte e plot. Organi i akuzës administroi akt ekspertimin psikologjik të Gjovanës, kryer nga psikologja Migena Axhi, e cila doli në konkluzione se gjendja e rënduar e Gjovana Markut është e shkaktuar nga dhuna fizike dhe psikologjike e ushtruar ndaj saj, të përsëritura ndër vite. Mirë po duhej edhe një ekspert i dytë që të kopsitej mirë dosja. Dhe akti i ekspertimit që vjen në bazë të një hetimi objektiv, që nën kuptojmë që të mblidhen prova, indicie, fakte dhe rrethana nga hetimi, të cilat i vijnë në dispozicion ekspertit dhe eksperti realizon procesin përfundimtar, kemi apo jo një dhunë psiqike, kemi apo jo dhunë fizike dhe të tëra niveleve nëpërmjet aktit e ekspertimit. Aktet e ekspertimit nuk janë prova vendimtare, janë prova të cilat gjykata është e detyruar t'i marrë në unitet me provat e tjera, që do e çojë pasaj gjyqtarin në një bindje të plotë që ka ndodhur apo jo vepra penale. Kështu prokuroria administroi dhe akt ekspertimin psikiatriko-ligjor të zhvilluar nga mjeku Gjon Preçi. Këtu duhet të ndalemi pak. Besojmë se e kujtoni historinë e afërditës, nënës që e dëshpëruar kërkonte të merrte djalin e saj, të mbajtur peng nga gjyshrit. Tashmë ajo jeton e lumtur pranë tij, duke lënë pas hijet e së shkuarës dhe tentativat e vjerit, i cili kishte përdorur edhe një raport mjekësor të lëshuar pa miratimin e nënës si kujdestare ligjore, duke shkelur ligjin me të dyja këmbët. Në atë rast, në raportin mjekësor do të jepeshin edhe opinione të pakërkuara juridike në një pozicionim të hapur kundër nënës që kërkonte djalin. Dhe kush ishte mjeku që e lëshoi atë dokument? Gjon Preçi, një personazh interesant i cili si për rastësi është gjithmonë prezent kur ka histori me drithije që marrin vëmendjen e mediave. Një lloj si në rastin që po tregojmë, ku sipas Preçit rezultoi se Gjovana Marku nuk vuan nga asnjë çrregullim madhor i shëndetit mendor.
por vetëm paraqet çrregullim për shtatje si pasojë jetës stresante në çift gjatë periudhës 4 vjeçare. Pas këtij konkluzioni, pyetja e thjeshtë është: a mund të dilet në të tilla përfundime me një intervistim të vetëm? Një intervistë vetme te psikologu patjetër që mund të ndihmojë për të kuptuar gjendjen aktuale, momentale të pacientit, por absolutisht për të vërtetuar nëse kjo gjendje të cilën referon pacienti vjen për shkak të dhunës 4 vjeçare apo nga martesa që personi ka patur. Do duhet që të zhvillohen intervista të strukturuara, do duhet të përdoren instrumenta të tjerë profesional dhe në të njëjtën kohë duhet matur pak edhe koherenca e informacionit që jepet nga pacienti, pra duhet një kohë e gjatë për të dalë në këtë përfundim. Ne dim që një lloj dhune e caktuar ka disa pasoja të caktuara dhe nëse ne nuk masim, nuk vlerësojmë këto pasoja, e kemi të pamundur për ta vërtetuar nëse pacienti jon ka përjetuar realisht çfarëdo lloj dhune. Bazuar në 2 raportet e sipërpërmendura, prokurori Albulena Kuliçi la mënjan pretendimet e Leonardit për pafajësi dhe deklaratat e prindërve të tij, duke u bazuar tek shenjat në trupin e Gjovanës, deklarimet e saj dhe të afërmve për dhunë të vazhdueshme dhe fotot e administruara nga 25 vjeçaria. Në konkluzionet përfundimtare, prokuroria në fjalë është shprehur se ka prova të arsyeshme që 42 vjeçari të deklarohet fajtor dhe të dënohet me 3 vite burgim, ndërkohë që më datë 17 nëntor 2025, gjyqtari Elona Mërtiri e dënon Leonardin me 2 vite e 6 muaj burg për dhunë në familje, por në arsyetimin e saj shprehet se ai prej disa vitesh ka filluar të ushtrojë dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij, që në raste të caktuara mund të jetë përshkallëzuar deri në dhunë fizike, por kjo mbeti e paprovuar pasi nuk ishte prova të tjera përveç se disa fotografive të viktimës me disa të nxira në trup, flok të prera keq apo syrin e skuqur, për të cilat nuk ka asnjë akt mjekoligjor që provon origjinën e tyre. Pra mund të jetë përshkallëzuar deri në dhunë fizike, por asgjë e faktuar. Nuk mundet që ti një dosje hetimore dhe më pas një dosje gjyqësore ta bazosh vetëm në deklarimet e një personi, pa u mbështetur në burime të tjera prove dhe në prova të tjera. Kallëzimi është i pamjaftueshëm për të bërë arrestimin e jo më dënimin e një personi. Fakti që dhuna në familje është shumë e vështirë për tu hetuar, ky është dhe thelbi i situatës. Shpeshherë organet ligjzbatuese mjaftohen vetëm me një kallëzim të viktimës dhe nuk hyn fare në thellësi të hetimit objektiv. Hetimi objektiv nënkupton marrjen e provave të gjitha niveleve, të gjitha formave dhe të jenë të pavarura nga njëra tjetra. Prova të cilat duhet krijojnë patjetër bindjen që vepra penale si dhuna fizike apo dhuna psiqike kanë ndodhur me të vërtetë. Që një prokurore të kërkoj 3 vite burg për dhunë fizike dhe psikologjike, por më pas të dënohesh vetëm 6 muaj më pak, edhe pasi kanë rënë poshtë akuzat e dhunës fizike, nuk është lehtësim dhe këtë gjë mund ta bëjnë vetëm prokurore Albulena Kuliçi dhe gjyqtarja Elona Mërtiri, të cilat me sa duket nuk kanë dashur të kuptojnë ose pranojnë atë që do t'ju tregojmë tani me fakte, prova dhe dëshmi rrëqetëse nga Italia dhe Shqipëria. Në akt akuzën e prokurorisë thuhet se Gjovana gjatë kallëzimit administroi edhe disa foto për të cilat pretendoi se ishin shenja dhune të shkaktuara nga Leonardi, por e pyetur në gjykat nëse kishte mundur të dokumentonte dhunën me foto, ajo u shpreh: Jo, nuk kam pas mundësi se kam pas telefonin të dhëma tjetër, nuk kam mujt. Kaq do të mjaftonte për prokurorinë ose gjykatën që të paktën t'i merrte me rezervë ato foto. Në kallëzimin e datës 12 gusht 2024, bërë në polici nga Gjovana Marku dhe më pas nga deklarimet e prindërve të saj, vjen re kontradita të mëdha që çojnë në dyshime të arsyeshme se diçka në këtë histori nuk shkon. Raporti i shërbimit të policisë asaj dite thotë se Gjovana ka dalë me vrap duke thënë se burri do më mbys mua dhe fëmijët, diçka që më pas ajo vete më hoi në gjykat. Nuk kam thënë të mbra mua e fëmijët, po kam dalë të ukjave që shatu për ti. Për para OPG-s Claudio Dorti, Gjovana deklaroi se atë ditë telefonoi ajo policinë për shkak të një situate dhune me bashkëshortin e saj. Mirë po, disa reshta më poshtë, brenda të njëjtës deklarat, ajo shprehet se pasi kishte dëgjuar Leonardin të fliste për të, fjalë të këqija dhe kërcënuese me prindrit, menjëherë i shkruajti familjes dhe kërkoi ndihmë, ndërsa në gjykat shprehet ndryshe. Unë kam dëgjuar duke fol me vllazën e vet, duke i thënë që do më çute familja vet, edhe më i marr fëmijët. Po në raport shërbim citohet se telefonatën për denoncimin e ka bërë zonja Mara, nëna e Gjovanës, e cila ka deklaruar se dhëndri po më mbyt vajzën, ndërkohë më pas ka ndryshuar dëshmi duke thënë se arrestimin e ka kërkuar Gjovana dhe në polici ka telefonuar bashkëshorti Agimi. Nga ana tjetër,
ndër ky i fundit dëshmon se ishte nusi ajo që mori policin, pasi Giovanna ishte ankuar se nuk e linin të lante rrobat, por në një tjetër moment deklaron se vajza u kishte thënë se atë ditë Leonardi kishte marrë thikën për ta therrur dhe prandaj u telefonua policia. Për një episod të vetëm kemi 5 dëshmi tërësisht kontradiktore të ndara mes Giovannës, nënës dhe babait të saj. Mjafton kaq për të vënë në diskutim këtë moment tepër të rëndësishëm, që ka qenë edhe zana filla e procesit të nisur ndaj Leonardit. Por prokurorja Kuliçi nuk e mendonte kështu, deri kur ngjarja do të merrte një kthes të papritur brenda një gjykatë. Atë ditë më ke dhënu me fjalë, nuk është puna se më ke ra. Atë kam prek me dur? Me fjalë. Me fjalë, përsërit Giovanna, nuk është puna se më ke goditur. Puna ishte të patush momentin e arrestimit. Po. Se nana jote sa të mbrau vajzën e shtëpisë. Nuk e di se që ka thonë ajo. Unë si kam thonë, më mësu ishte. Dikush me të drejtë mund të pretendojë se këto fjalë janë thënë në presion psikologjik, nga frika se sa të kthehet në shtëpi, kjo grua e re mund të pësojë sërish dhunën e burrit. Por kjo teori nuk qëndron, sepse këto fjalë janë thënë në momentin kur Giovanna e kishte lënë përfundimisht shtëpinë e burrit për të nisur një jetë të re larg këtij. Nga ana tjetër, familjarët e saj, kryesisht nëna, do të tregoheshin tepër agresiv ndaj dhëndrit në çdo deklaratë që do bënin përpara jetuesve. Me po vajzën teme, veç shpirtin ka ikë barbëllësh i ratë fik të i herë ujë për gjatë rrugës policia, me lëtë ka kjo policia në barbëllësh kur e kanë po vajzën temes. Bëllë kena po luna, tha, për si so lunet, alo, dirë sot ta po. Atë kam prek me dur? Me fjalë. Deklarimet e dy zonjave janë diametralisht të kundërta, por pavarësisht kësaj, prokuroria nuk i mori parasysh këto kontradita, përkundrazi, u soll sikur nuk ishin thënë asnjëherë dhe u fokusuat te dhuna që sipas Giovannës ishte ushtruar ndaj saj gjatë qëndrimit në Itali. Dhe si çdo të bënin të gjithë, avokat, prokuror e gjyqtar, Giovanna fillimisht u pyet se pse nuk e kishte denoncuar dhunën barbare nga bashkëshorti i saj në Itali. Dhe përgjigjja nga avokatja e saj nuk ishte aq bindse. Ajo nuk ka ditur gjuhën dhe shumë herë telefoni i është mbajtur në mënyrë të padrejtë nga i pandehuri për të shmangur të mundësi. Por diçka këtu nuk shkon as pak, sepse këto që po shihni janë mesazhet e shkëmbyera mes Leonardit dhe Giovannës në kohën kur ai ishte në punë dhe gruaja e pyet për orën e kthimit në shtëpi. Ajo shpeshherë i dërgon listë ushqimesh që duhen bler. Në këto lista të dërguara thuajse çdo javë nuk mungojnë kërkesat për ushqime të mira, sende për shtëpinë, pije dhe qumësht për fëmijët e vegjël. Pra është një komunikim normal me mesazhe celulari që hedh poshtë pretendimet se grua si është mohuar e drejta për të patur në përdorim një të tillë. Por le të vazhdojmë më tej. Giovanna pretendon se Leonardi nuk e dërgonte në spital që t'i kontrollonte dy binjakët, gjë që nuk është e vërtetë. Këto mesazhe të shkëmbyera mes çiftit tregojnë qartë se Leonardi e ka dërguar dhe e ka marrë disa herë nga spitali, atje ku stafi kujdesej për binjakët që lindën para kohe. Ndaj e gjendur përpara këtyre fakteve në seancë gjyqësore, Giovanna ndryshon menjëherë version. Për me ba ekut kam shku kur ti keni lirë ti. Fëmijët me nej me fëmijët, a ke shku për ti? Më ke qutë më nem të në rrugën. Leonardi i personifikuar si një bashkëshort dhunues dhe mizor, nga ana tjetër disponon një dosje të tërë me dokumente mjekësore, eko, vizita dhe çdo gjë tjetër që ish dashur bashkëshortes, para, gjatë dhe pas shtatzanisë. Dhe më që jemi te provat, kalojmë te një tjetër detaj. Sipas Giovannës, arsye për mos denoncimin e Leonardit në Itali ishte edhe mosdia e gjuhës, por në disa mesazhe dyshimet janë që të paktën një komunikim sado të varfër ajo e ka në italisht. Siç e tregon edhe në këtë bisedë me Leonardin gjatë kohës që kishte lindur binjakët, ku Giovanna i shkruan: "Më pyeti doktoresha, fola me doktoreshën, mbrapa tha shkojmë kur të hajnë, do doktoresha të flas me ty." Këto komunikime me doktoreshën italiane gruaja i ka deklaruar edhe në gjykatë. I thasha më qatë isha fëmijët të spitali, si më tha ke doktoresha mund të vish kur dush edhe natën mi pas. Por le të vazhdojmë me detajet, siç është ky më poshtmi. Është mbrojt vetvetiu dhe nuk ka basi xhami i dalë zot vetes, edhe pse ka pas në mënyrë të vazhdueshme policë që kanë ardhur te shtëpia në Itali, kurse përken anës ligjore të qëndrimit atje. Pra, në banesë ka patur një prezencë të vazhdueshme policësh, të cilëve mund të ishte folur edhe me gjuhën e shenjave. Një deklaratë e fortë bërë nga nëna e dy fëmijëve më datë 12 gusht në polici është dhuna barbare e ushtruar nga Leonardi në vitin 2022, dhunë e cila sipas saj pasoi me dështimin e dy fëmijëve që ajo kishte në bark. Edhe këtu një pasaktësi, ndoshta me qëllim për të rënduar situatën e bashkëshortit. Pasi ajo në vitin 2022 ka lindur shëndoshe mirë binjakët, ndërsa një vit më parë në 2021, si pasojë e zhvillimit të fetusit jo në pozicionin e duhur në mitër, pësoi abort spontan. Certifikat
Gjykatët mjekësore thojnë që ka qenë një embrion, jo 2. Shtatzania ka qenë me një rrezikshmëri shumë të lartë sepse ka qenë jashtë pjesës së mitrës. Edhe probabiliteti për të shkuar deri në fund e shtatzania ka qenë pothuajse 0. Edhe në momentin kur shtatzania ka dështuar, ka qenë në momentin kur ka qenë duke bërë ekografinë brenda ambienteve të spitalit. Aty kam dalë jashtë me karrerë lotët, beton. Jam kthyer, kam thënë Gjovanës vishu, edhe nuk i kam thënë gjë. Gjovana ka marrë vesh pasi ka dalë prej spitalit se ka humbur fëmia. Aty filloi duke qallë Gjovana. Një dram kjo për një nënë të re, e gjitha e dokumentuar që vite më pas do të përdorej krejtësisht ndryshe nga ajo vetë. Por drama nuk është vetëm e saj. Ditët e errta të jetës në çift sapo kishin nisur. Vllahem ka kalu ditë vështira, dhe betëhem zot, ka qenë tavalin të hor bukë shtëpia jeme me vllon të me tjetrin, edhe i kena vërtet moje gëuna shoqëqash. Edhe ashtu në kome ka thënë, ju kujtoni se do gruan. E pus njonin kratha. Vetëm ta kemi gjullë se të mbrejtë fëmin tha, e të mboje me hangër. Nuk është më njerëz sa për asisam, tha stresëm, tha kur të një tha, ja ka thi roftet, ja ka thi guzhinën, ajo nuk është normale. Ajo më shote mu. Motra e Leonardi, duke jetuar afër tyre, ka qenë prezente e shumë ngjarjeve që na sjellin një tjetër dimension të kunatës së saj. E linën fëmia, ças për të vllonëm, ças për të vojzën. Se ma lën ki këtu të ma shuaj ke nona vet, se s'e du shtëpi. I thashë Gjovan, vojza është e jona, vojzën ata arrit babi vet. Ne kena si drejt në sivit edhe sa të mundesh bani smet ku ka ardh vllai më thash. E baba e me të kërku, ka kanë pru vojzën e thashë vet jet ka zgjell. Po mar babi dera më marr, dera më pranu, edhe unë i tham mam, edhe ke thotë vojz mam, ajo nuk i bate zon emër kur. Hofa nuk mban zon kur, tha dhe kam frikë me fol tha me ta. Ej batezo. Gjovana gjithashtu deklaroi në kallëzimin penal se Leonardi e kërcënonte me prerje flokësh dhe denigrim në rrjetet sociale. Në fakt, prerja e flokëve kishte ndodhur vërtet, pak ditë përpara datës 12 gusht 2024. Gjatë ekzaminimit psikologjik zhvilluar në banesën e saj në Bushat, pyetjes se kushti ka prerë balluket, ajo i përgjigjet burri në gjumë, ndërkohë në seancën gjyqësore për kërkesën e masës së mbrojtjes tha: "I ta flok si kam i to, o mi ka prenatën, o nuk e di, unë jam çu i herë për i gjumit, kur kam pa veten i shto." E pyetur në seancë nga gjyqtarja e çështjes, psikologja deklaroi: "Me pikën e ballukeve, unë mendoj që Gjovana manipulon në atë rast." Gjovana manipulon në atë rast, po kush e mori për bazë këtë? Asnjëri. Të paktën deri kur vetë Gjovana tregoi të vërtetën. Flok ti kam prerë vet. I ka prerë vet. Ditën e ejte me datën 8 gusht, unë u ktheva nga puna dhe gjeta i kishte prerë gjitha baluket pothuajse 0. Impakti parë imi ishte thash mos i ka shkulur flok. Nuk arrita ta kuptoj se kjo për përgatiste planin për arrestimin tim. Në deklaratën e saj para OPG-s, për pos historisë së prerjes së ballukeve, Gjovana deklaroi se Leonardi në Itali e ka rrahur në sy të shokëve të tij dhe tallej me të. Por në gjykat do ta mohonte diçka të tillë. Të kanë dhënuar ndonjëherë në sy të shokëve? Ja. Një tjetër kontradikt e Gjovanës u vure gjatë pyetjes së psikologes nëse ka patur dhunë seksuale nga bashkëshorti dhe ajo përgjigjet: "Nuk e kam pasur sepse na kena ndajt në dy dhoma të ndryshme, edhe mudhimtet edhe ftosha në dhomë, po pse po flen divan vjen. Kjo paradoksale, një person që të dhunon nuk afrohet, largohet." Ajo që ka rezulton skandaloze nga ana e prokurorisë ka të bëjë me të tilla devijime deklaratash që nuk janë konsideruar asnjëherë si deklarime të reme, për shkak se sipas prokurores Kuliçik, këto janë fakte dytësore që kanë të bëjnë lidhje me akuzën e ngritur. Duke qenë fakte dytësore, nuk përbëhen dhe nuk mund të konsiderohen si dëshmi e rrem edhe nga ana e Gjovana Markut. Si mund të quash dytësore akuzën për prerjen e flokëve dhe dhunën në sy të shokëve, kur në thelb vetë akuza ndaj të pandehurit është dhunë në familje e ngritur pikërisht mbi këto deklarata. Dhe për më tepër kur pretendimet për dhunë në Shqipëri ranë dhe fokusi ishte për ngjarjet në Itali ku dhe Gjovana pretendonte se kishin ndodhur, si prerja e balukeve ashtu edhe dhuna në sy të shokëve. Kodi penal nuk njeh faktet parsore, faktet dytësore. Njeh gjithçka në unitet me njëra tjetrën. Fakti mbetet fakt penal dhe si parsor, si dytësor, si tretësor, ai patjetër duhet vlerësuar sipas kodit penal nëpërmjet cilësimit juridik të veprës penale. Pavarësisht nga gjendja që ka personi, ti vërtet mund të mos ta marrësh për kallëzim të rrem, por duhet të krijosh një ansambël provash që të shkosh në gjykat. I lexueshëm qëndrimi i prokurorisë, sepse nëse Gjovana do të akuzojë për dëshmi të rreme, rrjedhimisht do të binin poshtë edhe akuzat për dhunë psikologjike. Dhe kështu prokurori Albulena Kuliçi do dukej sikur kishte bërë qitje bosh. Këtu të gënjeshtërta rrjedhimisht dalin edhe deklarimet e prindërve të saj, të cilët në polici kanë riprodhuar vetëm fjalët e Gjovanës dhe më pas i kanë hiperbolizuar në gjykat. Përpara OPG-s,
nëna e Gjovanës tha se ata flisnin me kamerë me vajzën dhe e shihnin të nxirre me shenja, por ajo i thoshte se ishte rrëzuar, ndërsa në gjykat dëshmoi se Gjovana ja ka thënë në telefon se Leonardi e ka rrahur. Marrën mas dite vajzën, i tha moj vajzë je vrafër. Jo më mamë, thot qartë vëramit, thot këm ka rasa ka mujtë, thot grushta shtelma, thot jam plethën të ftyrë. Nga ana tjetër, babai Gjovanës del në kundërshtim 100% të deklarimit të parë duke e mohuar çdo gjë. Ti vetë me sytë tu ke parë ndonjëherë shenja dhune? Jo. Kontradiktore lidhur me dhunën e pretenduar të ushtruar në Itali është edhe vetë Gjovana, e cila në polici deklaroi se nuk kam treguar gjë se s'doja të mërzisja familjen dhe i thosha jam rrëzuar, ndërsa në gjykat pretendoi të tjera gjëra. Te familja jemi jam anku her pas heret, i kam thonë si më kërcnan, më godet, më ka shkapet për mur, më ka qa krytin këto ke në boveni ton gjak. Prindrit e Gjovanës gjithashtu shfaqen kontradiktor kur thonë se kanë qenë prej vitesh në dieni të dhunës së Leonardit, por nga ana tjetër nuk e dëshironin ndarjen mes çiftit. Vetëm familjes treme ja tregosha. Po më thashin rri për hatër të fëmijëve si janë të vegjël le ta po ndryshan edhe ai rri. Familjarët e saj kanë qenë ato që më kanë thënë që unë të përdor diktaturë, të përdor dhunë fizike, të përdor ndaj saj, por përgjigjja ime ka qenë jo. Nëse unë jam ai kriminali, sikur flitet nga ana atyre, pse këto tentuan që divorcit mos vijnë? Unë i kam vënë ndjeni si personalisht, duke ju shkuar në banesë, po njëkohësisht edhe me mesazhe. Kush gënjen në këtë histori? Ne do të mundohemi ta sqarojmë hapasapi, sepse çdo fakt apo pretendim e kemi të dokumentuar dhe natyrisht do ta publikojmë.